Një ditë, Imam Zejnul Abidin, paqja qoftë mbi të, kaloi pranë disa burrave që ishin ulur në një nga rrugët e Medines. Njëri nga të pranishmit i foli rënd imamit duke ofenduar. Imam Zejnul Abidini nuk reagoi dhe vazhdoi të ecte. Ai burri u mërzit nga mos reagimi i imamit. U ngrit me njëherë dhe shkoi pranë Imam Zejnul Abidini. E kapi nga rroba dhe i tha: "Me ty e kam. A nuk dëgjove?" Imam Zejnul Abidini ju përgjigj: "O rob i Zotit, nëse ato që the për mua janë të vërteta, Allahu më falt mua. Nëse ato që the për mua nuk janë të vërteta, Allahu të falt ty." Më pas, imami u largua. O Allahu ynë, na largo nga moralet e këqija dhe na mundëso të vishemi me moralet e mira. Na mundëso të jemi në rrugën e Ehli Bejtit të profetit tënd, paqja qoftë mbi ta.